Edhe pse në moshën 10 vjeçare humbi shikimin dhe një nga gishtat e dorës si pasojë e shpërthimit të një mbeturine luftarake nga lufta e dytë botërore, ai nuk hoqi dorë kurrë nga ëndra e tij për të luajtur klarinetën. Kur ishte nxënës në Institutin e të Verbërve, Nevruzit nuk ju dha mundësia të mësonte klarinetën, pasi mësuesit mendonin se mungesa e një gishti nuk do ta lejonte të interpretonte në këtë instrument, por ai nuk u dorëzua, e mori klarinetën fshehur azi dhe nisi të ushtroi, derisa me kalimin e viteve e ktheu atë në pasionin më të madh të jetës së tij. Sot Nevruz Bramo e konsideron muzikën një mrekulli dhe thot se tingujt e klarinetës i japin një emocion dhe kënaqësi të veçantë. Nuk kam lindur i unë jam aksidentuar në moshën 10 vjeç me një mbeturi të luftës së dytë botërore. Shkollët vjeçare kam filluar të mësoj fisarmonikën. Kur na erdhi instrumenti klarinetës, u prezantuan gjithë ata, mua nuk më futën për këtë defektin që tash. Unë në momentin që ata linin të lirë klarinet, unë e menja në mënyrë kështu. Edhe losja që kisha një ditë kështu, një ditë kështu, një ditë kështu. Pastaj fillova më pëlqeu, u ambientova dhe fillova pastaj të dal edhe bra dhe shkollën e mesme të muzikës në Berat. Për tastier kuptohet dhe atje. Ndërsa kam dalë pastaj për evenimente kështu familjare, dasma, fejesa, është mrekulli. Çdo instrument që ta kam vesh në krah, në dorë, ku të ndjeni kënaqësi. Përmes historisë së tij, Nevruz Bramo përcjell një mesazh të fortë për personat me aftësi të kufizuara. Ai i fton ata të mos izolohen, por të besojnë te vetja, të ndjekin pasionet e tyre dhe të jetojnë jetën ashtu siç e dëshirojnë, duke shijuar çdo moment. Ta jetojnë jetën ashtu si më vjen. Ta jetojnë e ta shijojnë. Se jemi kalimtar në këtë botë, të gjithë do ikim si kalimtar. Historia e tij u bë pjesë e koncertit të organizuar në Ersek nga Bashkia Kolonj, me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara. Aktiviteti solli në skenë, muzikë, art dhe histori frymëzuese, duke përcjell mesazhe të fuqishme për përfshirjen, barazinë dhe vlerësimin e aftësive të secilit. Përmes interpretimit të tij dhe rrëfimit të jetës, Nevruz Bramo dëshmoi se pasioni, këmbgulja dhe besimi në vetvete janë më të forta se çdo pengesë.